Kosovo Specialist Chambers. Dhomat e specializuara të Kosovës bisedojnë me qytetarë në të gjithë Kosovën për gjyqjet që zhvillohen në Hag dhe u përgjigjen pyetjeve të tyre. Pyetje të tilla si kjo: kush i mbikëqyr vendimet e gjyqtarëve në Hag? Ashtu si në çdo sistem të bazuar në shtetin e së drejtës, gjyqtarët e dhomave të specializuara janë të pavarur nga institucionet dhe aktorët politik. Ata betohen për të qëndruar të pavarur në ushtrimin e detyrës së tyre. Kodi i etikës gjyqësore i gjykatës përfshin mekanizma të llogaridhënies për të siguruar që gjyqtarët të veprojnë me paanshmëri dhe integritet. Nëse një i pandehur nuk pajtohet me një vendim të gjykatës, ai mund ta apelojë atë. Një panel i ri gjyqtarësh të ndryshëm nga dhomat e specializuara do ta rishikojë çështjen në mënyrë të pavarur. Të pandehurit para dhomave të specializuara kanë përdorur rregullisht këto mbrojtje ligjore. Për shembull, në rastin e parë për krime lufte, Salih Mustafa e kundërshtoi dënimin e tij para dhomës së apelit dhe dhomës së gjykatës së lartë. Si rezultat, dënimi i tij u reduktua. Ky sistem i fuqishëm kontrolli dhe ekuilibri siguron drejtësi të paanshme dhe të ndershme.